Një dokumentar me vlera komunitare kombëtare. Shoqata Kraja në State Island nderon flamurtarët e Jonës së Krajës me një dokumentar dhe aktivitet festiv. Në prag të festave të nëntorit, Shoqata Kraja organizoi një aktivitet veçantë në qendrën komunitare shqiptare në State Island, ku mblodhen 10 aktivistë, biznesmen dhe patriot krajan. Mbrëmja nisi me një koktejl mikpritës, si dhe vijoi me shfaqjen e dokumentarit Flamurtarët e Jonës së Krajës, realizuar nga regjizori Bekim Adili nga Kërçova nën patronazhin e Shoqatës Kraja. Programin e drejtoi Drenica Perashi, ndërsa mbesa e patriotit Ali S. Perashi, e cila përshëndetit pranishmën dhe falenderoi komunitetin për mbështetjen. Më pas u interpretua këngë Heroinës krajane Nazire Curaj nga këngëtari krajan Blerim Marshiqi, shoqëruar me vadhe nga grupi Barbana. Nënkryetari i shoqatës Hysen Kraja theksoi se dokumentari është një omazh për adeptarët krajan të organizatës Jehona e Krajës. Regjizori Bekim Adili tregoi se ideja për dokumentarin lindi nga lidhja e një familjare me Krajën në bisedat me adeptarët si Ali Perashi, Xhafer Markashi, Rasim Perashi, Suleman Çuka dhe Imam Yusuf Boli. Ai falenderoi të gjithë kontribuesit dhe theksoi se dokumentari synon të ruajë kujtesën e burrave që çuan zërin e Krajës deri në ditët tona.